Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Bëra 5 vite burg për një krim që nuk e kisha kryer. 30 më. Jo sepse nuk dëm, por sepse jam lodhur duke qarë. Unë quhem Mira, jam 27 vjeçare dhe për 5 vite jeta ime u ndal në një vend ku koha nuk shëronte asgjë. Para se gjithçka të shëmbej, isha studente për psikologji. Ironike, studioja mendjen njerëzore, traumën, drejtësinë, ndërsa nuk e dija se shumë shpejt do të bësha vetë një rast studimi. Jetoja në konvikt me 2 shoqe, Albertën dhe Elirën. Dhoma jonë ishte e vogël, por e mbushur me zëra, libra të hapur dhe plane për të ardhmen. Alberta ishte e qeshur, e çrregullt, gjithmonë vonë. Elira ishte më e qetë, më e rezervuar. Unë isha ajo që dëgjonte, që analizonte dhe përpiqej të mbante të gjitha bashk. Nuk ishim thjesht shoqe dhome. U kthyem në një familje. Atë ditë u ktheva më herët nga universiteti. Ishte qetësi e çuditshme në korridor. Hap derën e dhomës dhe thira emrin e Albertës. Nuk mora përgjigje. Një ndjenjë e ftohtë më përshkroi trupin. U afrova më tej dhe bota ime u shëmb. Alberta ishte shtrirë për tokë pa lëvizur. Nuk bërtita, nuk qava. Trupi im u ngurtësua. Mendja ime refuzoi realitetin. Telefonova policinë me duart që më dridheshin, duke përsëritur fjalë që as vetë nuk i kuptoja. Brenda pak minutash gjithçka u mbush me njerëz, zëra dhe pyetje. Pastaj gishtat u drejtuan nga unë. Pyetjet u kthyen në akuza, prania ime aty, fakti që isha kthyer e para, dritarja e hapur u injorua. Askush nuk donte të dëgjonte për një ajdut. Ishte më e lehtë të gjenim fajin të shoqja e dhomës. Kur më vum prangat, mendova se ishte një keq kuptim që do të sqaroj shpejt. Jam studente, jam e pafajshme. Nuk kam bërë asgjë. Këto fjalë i thash 100 herë. Askush nuk i dëgjoi. Gjykimi ishte një shfaqje ku unë isha fajtore që në fillim. Avokati fliste, por fjalët e tij binin në tokë. Prokurori fliste për motive që nuk ekzistonin. Kur gjyqtari lexoi vendimin, nuk e kuptova menjëherë. Vetëm kur dëgjova fjalën fajtor, diçka u kaput përgjithmonë brenda meje. 5 vite burg. Burgu nuk të thyen menjëherë. Të gryen ngadalë, netët ishin më të vështirat. Heshtja, zhurma e hekurit, mendimet që nuk të linin të merrje frym. Ishte e padrejtë dhe kjo ishte pjesa më e dhimbshme. Nuk po vuaja për një gabim timin, por për verbërinë e sistemit të drejtësisë. Më shpëtoi studimi, librat e psikologjisë që arjati siguroja, analizoja veten, të tjerët, të dhimbjen, fajin e rrem, mësoja si funksionon trauma, ndërkohë që po e jetoja çdo ditë. Pas 5 vitesh, kur shpresa ime ishte bërë e zbet, e vërteta doli në dritë. Një ajdut u arrestua për një vepër penale. Gjurmët e tij përputheshin, dritarja, detajet që unë i kisha thënë që në fillim. Vendimi u rrëzua dhe dola e pafajshme. Kur dola nga burgu nuk kisha fest, nuk kishte fitore, ishte thjesht një liri e vonuar. 5 vite të humbura nuk kthehen mbrapsht. Shteti më dha 5.000 euro. Çmimi i lirisë time ishte vetëm 5.000 euro. Sot jam ende Mira, studente, e vonuar, ende duke u rindërtuar, kam mësuar se drejtësia nuk është gjithmonë e drejtë. E vërteta ka nevojë për zëraj që nuk lodhen. Dhe unë nuk do të lodhem më së foluri, sepse nuk dua që askush tjetër të thotë një ditë, bëra vite burg për një krim që nuk e kisha kryer.